Pavarësisht se nuk e dim nëse ky është rasti, po ju lëm ju ta gjykoni. Vildane Zeneli postoi këtë foto që shihni në Instagramin e saj dhe poshtë saj shkroi: "The eyes shout what the lips fear to say." Pra, ajo që po na thot në gjuhën e saj është se syt thrasin atë që goja ka turp apo frikë ta thot. Çfarë mund të ketë dashur Vildane të thot me këtë? Pra, nëse një vajzë seksi poston një foto me hire jashtë dhe shikim me përshëndjellës, cili mund të jetë mesazhi që goja me sa duket ka shumë turp ta thot? Bukuroshja e kinemas dhe teatrit, aktoria Olta Kixhari duket se ka nisur vrullshëm stërvitjen dhe jo nga ajo do si do, por me doreza të forta boksi. Bukuroshja ndërkohë që stërvitet nuk humb kohë të shkrep foto si kjo dhe të shkruaj shprehje të tjera si "Love is the answer". Çfarë mund të ketë dashur të thotë Olta me këtë? Reperi i njohur Stresi duket se i ka shpatullat totalisht të mbrojtura dhe askush nuk mund ta prek. Përfshirë këtu dhe policinë e shtetit. Ky tashmë është një fakt pasi bëmat e tij janë nga ato që bëhen haptazi në publik dhe askush nuk thot asgjë. Ai ka zhvilluar sensin e tij të humorit duke u tallur hapur disa herë me policinë dhe gjykatën në Instagramin e tij. Por sa fotoje ai shkroi: "Sa kam qesh, me lot, vendimi ngelet vendim." Blogerja e njohur Estela Ujka ka disa kohë që poston foto në Instagram dhe kemi vënë re së fundmi se ajo ka shtuar ndjeshëm në peshë. E veçanta e këtij detaji është se ajo nuk po e vret fare mendjen për kilet e tepërta dhe vazhdon dhe poston foto. A mendoni dhe ju që kjo vajzë po inkurajon shëndoshjen tek brezi i ri apo thjesht ka filluar të shijojë ushqimin më shumë se ç'duhet?